Shiko, kjo qeveri asnjëherë nuk ka pas politika afatgjate, nuk ka hartu politika afatgjate, veprimet i ka bo aty për aty. Ne edhe në komisione kur po mblidhemi, kryetarët e komisioneve, ata që janë prej vetëvendosjes, kërkojnë që ne edhe planin e punës edhe fush veprimtarin ta koordinojmë me 28 prilin. Ta shohim njëherë mos po bëhen zgjedhjet e pastaj ne e formulojmë e bëjmë më mirë. Ne nuk kemi kohë. Në situatën cilën këta e kanë sjellë vendin, në gjendjen cilët janë qytetarët, ne nuk kemi kohë me prit edhe me pa se cilët janë interesat e tyre zgjedhore, personale, me i kap krejt institucionet. Vetëvendosja po i mendon zgjedhjet, po thoni? Vetëvendosja po i mendon zgjedhjet. Apo i mendoni ju? Shikoni, jemi në opozit. Edhe si parti... Po keni ndorë një proces që është... Edhe si parti opozitare, normalisht që i kërkojmë zgjedhjet, por jo në këtë fazë. Partia Demokratike e Kosovës ka qenë shumë konstruktive, ka bo hapa konkret për me i shmangë zgjedhjet. Kemi pranu e kemi qenë pjesë e takimeve me Albin Kurtin. Kemi qenë të gatshëm me bani marrëveshje politike që qytetarët mos me i qu drejt zgjedhjeve. Por nuk ka qenë interesin nga pala tjetër. Në takime jemi ftu vetëm sa për sy e faqe, vetëm me pa qytetarët kënse Albin Kurti po ka interes me i taku liderët opozitar, por në të kundërt pjesë në ato takime nuk ka pas asgjë konstruktive dhe nuk ka pas asgjë serioze. Andaj së shkoni më, pa ofertë zyrtare? Nuk kemi ofertë zyrtare. Nëse do ta kemi një ofertë zyrtare, do ta shqyrtojmë, e ka thënë edhe kryetari Bedri Hamza, do të mlidhemi bashkë me Këshillin Drejtues dhe do të marrim një vendim, po për momentin nuk kemi një kërkesë zyrtare prej tij dhe nuk mund të flasim në këtë drejtim. Të mund të flasim për afat, janë edhe 19 ditë në pyetje, nëse shkohet kështu, pa lëvizje, pa dakordim, pa marrëveshje, do të shkohet në zgjedhje. A jeni gati si Parti Demokratike, duke marrë parasysh që edhe subjekti juaj është në një lloj procesi zgjedhor të brendshëm? Po, faktikisht kemi pas zgjedhje të një pasnjëshme edhe e kemi pas të pamundur me hyrë në proces të brendshëm zgjedhor, por Partia Demokratike e Kosovës është gjithmonë e gatshme që të mobilizoj strukturat e saj, është e gatshme sidomos me këtë gjendjen aktuale në vend, që të bëj më të mirën e saj, e gjithashtu jemi të gatshëm që të arrim deri në atë pikë që ne, si gjithmonë, me i pas programet më të mira, po dhe me ofru zgjidhje për qytetarët. Por dua ta theksoj edhe njëherë, nuk është dëshira e PDK-s me shku me patjetër në zgjedhje. Ne kemi një parti e cila i ka marrë 51%, e cila e ka shumicën në kuvend, e cila nëse do të donte marrëveshje politike, nëse do të donte koordinim, do të gjente. Keni me patjetër me shku në zgjedhje, po e keni me patjetër me